Të gjithë ne po krahasitim vazhdimisht, për veten dhe për tjerët, çdo ditë, pavarësisht nëse e vëmë re apo jo. Po heqim besime, zakone, frikra dhe identitete të vjetra. Jeta është një kopst dhe ne jemi kopshtarët. Por ja ku qëndron rreziku. Nëse e krahasit pa mend, nga dhimbja, hutimi apo shtrembërimi, mund të presësh gjërat e gabuara. Dhe çfarë mund të presësh? Kjo do të ishte e dëmshme për ty. E po, ajo që kam kuptuar është se çfarë është egoja. Egoja, besoj unë, është fëmia yt i brendshëm plus kushtëzimi. Trashëguar ose e marrë përmes besimeve kulturore, sistemeve të besimit në përgjithësi, programimit në thelb. Pra krahasitja nuk ka të bëjë me shkatrimin. Egoja, plotësisht, ka të bëjë me heqjen e atij kushtëzimi që kurrë nuk ishte i destinuar për ty. Prandaj duhet të krahasitesh me vetëdije, të krahasitesh butë dhe me qëllim, përndryshe do të harrosh veten dhe kjo do të ishte diçka e tmerrshme. Kopshti juaj i brendshëm bëhet çdo gjë që kujdeseni dhe ju meritoni një kopsht të bukur. Si e di unë që kjo është e vërtetë? Mirë. Është nga të kuptuarit mendoj e asaj që Jezusi bëri në fund të fundit për ne, duke vdekur në kryq për mëkatet tona. Ai në thelb ofroi për sakrificë fëmijën e tij të brendshëm, apo jo? Çfarë mëkati pa? Është që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë atëherë. Sepse kur e kupton plotësisht se çfarë ishte sakrifica, e sheh sa e madhe ishte një humbje. Është për ty që të bësh të njëjtën gjë, dhe pastaj e kupton vërtet çfarë bëri Jezusi, peshën e asaj që bëri Jezusi, sasinë e dashurisë që kërkon kjo. Dhe prandaj është kaq e rëndësishme që ti të nderosh fëmijën tënd të brendshëm pa kushtëzime. Është të duash Jezusi. Kështu e do Jezusim. Kështu thua, falënderit. Për këtë ishte gjitha.